Shoqëruar nga policia ushtarake mbritën në Vlorë mbrëmjen e së hënës 3 pjesët nga Stambolli që u përdorën për riparimin e avarisë së rëndë në linjën e furnizimit me ujë të qytetit të Vlorës. Të pranishëm në vendin e avarisë ku ndoqën hapasapi riparimin e saj deri në përfundimin e plot ishin drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi, kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini, biznesmeni i njohur vlonjat Sinan Idrizi, që mundësoi edhe ardhjen e pajisjeve në kohë rekord nga Turqia, kryetari i Partisë Socialiste të Vlorës Klevis Kaso, si dhe drejtues të institucioneve dhe ndërmarrjeve e të tjera autoritete. Në drejtimin e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ujësjellës Kanalizimeve të Shqipërisë, Flaures Shoshi, dhe drejtorit Ujësjellës Kanalizime Rajoni Vlorë Ermal Murati, u zhvillua operacioni riparimit të defektit të rënd dhe montimit të pajisjeve të ardhura nga Stambolli. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, deputeti Bledi Çuçi, gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+ nga Vlora, falenderoi për angazhimin maksimal drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve të Shqipërisë, Flaures Shoshi, ndërmarrjen e Ujësjellës Kanalizime Rajoni Vlorë, drejtuesin e kësaj ndërmarrje Ermal Murati, si dhe kryetarin e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini, për zgjedhjet provizore që ju dhanë qytetarëve në kalimin e kësaj situate të vështirë në këto ditë. Çuçi u kërkoi ndjes qytetarëve të Vlorës për shqetësimet e krijuara. Ja, ju jeni dëshmitar vetë që po punojmë me forcat shumta në mënyrë që ta zgjidhim sa më shpejt tani këtë situatë as pak të këndshme për Vlorën, tani që erdhën dhe pajisjet hidraulike nga Turqia. Duhet falenderuar pa diskutim përveç drejtorit të përgjithshëm të Ujësjellës Kanalizimeve edhe kryetarin e bashkisë Brunën, të cilët të dy së bashku në këto 4 ditë janë munduar që megjithëse akoma nuk është gjetur pajisja e duhur që ka ardhur sot dhe po montohet, të gjeni zgjidhje provizore në mënyrë që të paktën për disa orë qytetit kishte ujë të pishëm, por më në fund tani gjithçka besoj unë është drejt zgjidhjes. Do presim me disa orë, do bëjmë me disa orë durim, sepse procesi i vendosjes pajisjes kërkon kohën e vet dhe besoj që nga para drekës nesërme do kemi ujë për të gjithë qytetin. Ndoshta para dite dhe më shpejt mund të filloj me pjesë qytetin në varësi të ecurisë së punëve, po këtu do jemi gjithë natën sot derisa ta mbarojmë të punë. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi pati një falënderim të veçantë edhe për biznesmenin e njohur, presidentin e klubit të futbollit flamurtari Sinan Idrizi, që mundësoi ardhjen në kohë reale të pajisjeve hidraulike nga Turqia për të përfunduar këtë avari, pavarësisht se, siç thot Çuçi, zoti Idrizi kërkon të mbetet anonim. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës tha se nëse nuk do t'ishte ndërhyrje zotit Idrizi që me avionin privat të vendosur në dispozicion nga Turqia vetëm për këto pajisje dhe me shpenzimet e veta, posta do të mund t'i sillte vetëm në 5 janar. Çuçi theksoi se pati një mobilizim shumë të madh për ardhjen e këtyre pajisjeve, por edhe gjatë këtyre ditëve në riparimet provizore apo të ndryshme në testet që janë bërë për këtë avari, ku është mundësuar furnizimi i pjesëshëm i qytetit të Vlorës me ujë të pishëm. Angazhim shumë, ju po shihni vetë, kemi një mobilizim të përgjithshëm. Thash, problemi i madh ishte me pajisjen, që në Shqipëri në rajon ku kërkuam u angazhua personalisht me gjithë homologët edhe kryetarja bashkisë, u angazhua drejtori i përgjithshëm Florenci me Flauersi me institucionet homologe, por duke ditur që ka qenë edhe sezon pushimesh, më në fund u gjet në Turqi. Dhe një falenderim dhe një person që do të mbetet gjithmonë anonim, që bëri të mundur që kjo pajisje të vinë në kohë rekord, sepse posta më e shpejt që mund ta sillte DL-ja na premtoi që nuk e sillte dot para datës 5 janar. Kështu që i duhet dhënë edhe këtij anonimi një falënderim i veçantë, sidomos për sjelljen në kohë rekord të pajisjes. Angazhimi ishte maksimal për riparimin e kësaj avarie gjatë gjithë mbrëmjes së të hënës deri në orët e para të mëngjesit për të nisur në mënyrë graduale edhe shpërndarjen e ujit në të gjithë qytetin e Vlorës.